Më 13 maj në mbrëmje, unë dëgjoj në TikTok në transmetimet drejt për drejt të grupeve grekofile se ata po mblidheshin për të festuar ditën e Vorja e Pirit, që është data 14 maj. Dhe i lajmëroj të gjithë shqiptarët që të kenë kujdes, të mos dalin në demonstrata, sepse këto demonstrata shërbejnë për shkatrimin e shtetit shqiptar në favor të Vorje e Periodëve, që atë duan kaos dhe shkatrim të strukturave të shtetit. Dhe ata më sulmuan mua me sulmet më të egra. Po ashtu unë dëgjova në rrethet e tyre, kur ata flisin me greqisht dhe unë i përktheva me fjalor, se kulmi i demonstratave do të ishte 2 gushti dhe sulmi në kryeministri do të ishte më 19 gusht. Greqia planifikon të dërgojë në Shqipëri 200.000 shqiptar me banim në Greqi që kanë marrë pasaport greke dhe ajo do t'i regjistrojë në Shqipëri si grek dhe pastaj të marrë votat e tyre për të krijuar një lloj republike të vogël të Vorja e Pirit. Ky është plani. Dhe këta njerëz do vinin pra të protestonin nga 2 gushti deri në 19 gusht dhe në 19 gusht do plaste revolta e madhe. Tani grekërve ju erdhi shumë inat që unë arrita ta kuptoj këtë gjë dhe nuk kanë lënë sulm pa bërë kundër meje. Ndërkohë që shqiptarët janë komplet naiv dhe nuk e dinë se sa të rrezikshme janë këto protesta. Grekët duan që të përsëritet 97-a. Tani unë i pyeta shumë shqiptarë që rëndësi ka data 2 gusht dhe 19 gusht, askush nuk e dinte. Kam pyetur me qindra veta. Më në fund ju drejtova inteligjencës kompjuterike dhe ajo më sugjeroi se në 2 gusht kanë filluar pikërisht sulmet e Greqisë, që në atë kohë ishte në sundimin fashist, dhe ata na sulmuan ne në të njëjtën kohë që dhe Jugosllavia filloi të na sulmonte nga veriu. Në atë kohë, regjimi ynë ishte shkëputur nga Jugoslavia dhe ishte lidhur me Bashkimin Sovjetik. Pra ishim shumë të fuqishëm, kishim marrë armatime dhe ushtarët grek u befasuan kur na sulmuan më 2 gusht. Luftimet kanë qenë jashtëzakonisht të përgjakshme dhe fatmirësisht ushtria çlirimtare shqiptare e mundi ushtrinë greke. Kjo ngjarje duhet festuar. Kjo është gjëja më e rëndësishme në historinë e kombit tonë. Jo vetëm që i thyem grekët, por treguam që një vend i vogël mund të rezistojë një sulmi të dyanshëm nga veriu dhe nga jugu në të njëjtën kohë. Kaq i fuqishëm ishte sistemi Enver Hoxhës, të cilën ne nuk e vlerësojmë sot. Jo vetëm kaq, por sulmi ka nisur në një qytet të veçantë që quhet Bozhigrad, në gjuhën serbe. Këto janë toponime që kanë mbetur neve nga pushtimet e dikurshme serbe në Shqipëri. Tani, në gjuhën serbe, Bozhigrad, fjalë për fjalë do të thotë qyteti i Perëndis. U habita pa mas, kujtohej se ky ishte një emër i vonë dhe kishte lidhje me Shënmërinë. Në fakt, po ta shikojmë me hollësi, nuk është e vërtetë. Deri tani, Bozhigrad nuk është shpjeguar nga askush deri më sot, nuk është marrë seriozisht nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, dhe është zëvendësuar ky emër me një fjalë tjetër, miras. Ky është emri i sotëm i fshatit Bozhigrad. Tani akademikët tanë bën një gabim të rëndë që zëvendësuan këtë emër. Pse? Sepse pikërisht ky emër shënon fillimin e Albanias, që ta dini ju, është rreth vitit 1090, pra shekulli 11. Është krijuar Albania pikërisht pranë Bozhigradit. Si ka mundësi një gjë e tillë? Tani, Bozhigrad do të thotë qyteza e Perëndis. E kërkoj në të gjithë dokumentat e Bizantit. Dhe më del qyteti i Perëndis, por ishte në Siri, në një vend të veçantë që quhet Antiok. Çmenduri. Dhe thashu me vete, po ç'lidhje ka Bozhigradi i Shqipërisë me qytetin Antiok të Sirisë, që u quajt më vonë Theopolis,
fjalë për fjalë, theu, zoti, polis, qytet. Tani, kur u formua ky qytet, është viti 526 i erës sonë, është formuar nga perandori Dardan Justiniani i parë. Është formuar mbas një tërmeti të tmerrshëm shkatrues, i cili ka bërë shkatrime të mëdha dhe ka shkatruar komplet Shkupin, që quhej Skupoj në numrin shumës. Mund të lidhet me fjalën shqype dhe shqiptar. Pra, Justiniani rindërtoi Shkupin, por rindërtoi edhe qytetin Antiok në Siri. Tërmetet të tmerrshme kanë ndodhur në të gjithë perandorinë bizantine, dhe në atë kohë Dardanët ishin në fuqi. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dardanët flisin greqisht në mënyrë të shkëlqyer, sepse ishte gjuha e dijes, siç është anglishtja sot, dhe avun emrin Theopolis, qyteti perëndis. Do të kemi parasysh që gjuha latine ishte zhdukur, gotët kishin shkatruar perandorinë romake të perëndimit, dhe perandoria e lindjes quhej gjithashtu perandori romake dhe jo e Bizantit. Emri i tyre ishte Romei, do thot romak. Pikërisht banorët e Romës. Ky qytet u ngrit nga Konstantini i Madh, mori më vonë emrin Konstantinopolis, qyteti Konstantinit të Madh i lirë. Kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore. Ky qytet, Theopolis, është shkatruar nga egjiptianët mbas shkatrimit të kryqëzatës së parë dhe të dytë. Pra është qytet i kryqëtarëve. Tani, kush ishin kryqëtarët? Ishin frank, normanët, që janë me origjinë nga vikingët, ata pushtuan verinë e Francës dhe quhen norman ose njerëzit e veriut. Fjalë për fjalë. Këta norman ishin kaq të fuqishëm, kaq të organizuar, sa që këta sulmojnë Anglinë dhe deri sot e kësaj dite mbreti anglez mban gjakun norman. Po ashtu, këta pushtojnë Francën, po ashtu, këta pushtojnë edhe jugun e Italisë, dhe nga jugu i Italisë hidhen për në Shqipëri dhe ngren mbretërinë Albania. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe gjëja më e bukur është se pikërisht në Theopolis është bërë marrëveshja e nënshkrimit midis normanëve që e mposhtën Bizantin dhe Bizanti që pranoi humbjen, krijimin e mbretërisë Albania. Merrni frymë thellë. Mbretëria Albania është mbretëria e parë në Europë. Të gjitha mbretëritë në Europë ishin pjesë të fisëve gjermanike, ndërsa Albania ishte e pastër me gjak shqiptar albanësh. Normanët morën albanët si mercenar dhe ju vërsulën Bizantit. Ata pushtuan qytetin e Antiokut dhe ja vun emrin që ja kishte vënë më përpara perandori Dardan, Theopolis, qyteti i Zotit. Për këtë arsye, ata e marrin këtë emër me vete, sepse udhëheqësi normanëve që është ndryshe pikërisht princi i Theopolis, qyteti i Zotit. Normanët pikërisht donin të çlironin Jeruzalemin. Prandaj këtë emër mori më vonë Theopolis. Pra mund mos jetë emri Justinianit të Madh, mund të jetë emri që i vun vet normanët qytetit të Antiokut. Dokumentat e Bizantit thotë që ky është qyteti origjinal, qyteti i Zotit, qyteti i Jeruzalemit. Pra është Jeruzalemi i dytë në Theopolis, në Siri. Rëndësi ka kjo. Në qoftë se kjo nuk do të ishte përkthyer në slavisht. Božji grad, Božji është rasa gjinore, në serbisht e fjalës Bože do të thot perëndi. Dhe grad do të thot qytet dhe kështjell. Pra po të mos ishte përkthimi në serbisht, unë s'do të kisha bërë kur këtë zbulim,
ky të dashur shqiptar është Dea Polis. Tani çfarë ndodh? Dea Polis është përkthim i shqiptarëve alban i fjalës Theopolis. Pra, udhëheqësi normanëve që vjen nga Theopolis nënshkruan marrëveshjen me Bizantin në Deapolis, Bozhi Grad, qyteti i Perëndis, në slavisht. Tani, për shkak se shqiptarët nuk bëjnë dallimin midis bashkëtingëllorëve të zëshme dhe të pazëshme, qyteti Deapolis kthehet në Deabolis, ose më saktë, qyteti i Perëndis Dea. Perëndi në gjuhën franceze, perëndi që vjen nga latinishtja, Dea. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse e njëjta perëndi është gjetur në mbishkrimet me sape dhe e njëjta perëndi është gjetur tek të ashtu quajturit Pellazg, Tyrsenoi ose Tyrhenoi. Sipas Hezikut të Aleksandris, Dea është perëndia Thea, e përkthyer fjalë për fjalë. Edhe fjala me sape është përkthyer fjalë për fjalë. Deva, Demetra, do thot perëndia Demeter nga Heziku i Aleksandris, kështu unë e kam gjetur në mbishkrimet me sape në Itali. Fjala perëndi pra është në gjuhën me sape, në gjuhën latine është në gjuhën e Pellazgëve që quheshin Tyrenias ose Truskët përndryshe. Kjo është çmenduri, sepse autorët perëndimor thonë që gjuha etruske nuk është gjuhë indo-europiane. Fjala Dea është perëndi në gjuhën etruske, Tyrhenoi ose gjuhën Pellazge. Këta u përzun nga Pellazgjia dhe u vendosën në Itali, sipas burimeve greke. Dhe vendi pra në Pellazgji ku është përdor kjo gjuhë, Tyrhenoi, pra perëndia që është Dea, një lloj si në gjuhën me sape Deva. Edhe në latinisht varianti Dea dhe Deva për perëndi. Pra, banorët vendas e kanë përdorur këtë fjalë Dea deri në momentin kur u futën normanët në Devol. Dhe kjo është origjina e fjalës Devolis. Ju betohem. Çfarë ndodh? Në gjuhën greke, B-ja bëhet V në shekullin e 11. Pikërisht atëherë kur futën normanët. Pra, Deapolis, pasqyrim i Theopolis, vendi ku nënshkrua marrëveshja midis normanëve dhe bizantinëve, të cilët u thyen nga normanët, pra marrëveshja e pushimit, në slavisht është Bozhi Grad. Është fshati Miras, aty ku na sulmuan neve grekët, në 2 gusht të 49-s. Luftimet zgjatën deri në 21 gusht, por trupat greke u mposhtën përfundimisht në 19 gusht. Pra kjo është datë shumë e rëndësishme në kalendarin grek. Është dita ku ata u thyen nga ushtria çlirimtare e Enver Hoxhës. Prandaj neve, pavarësisht se çfarë mendojmë për Enver Hoxhën, do të vëmë bustin e tij në çdo qytet, sepse është ai që ju dha dërmën grekërve dhe na dha kufit tan natyral. Enver Hoxha është njeriu më i madh që ka ngritur ndonjëherë Shqipëria. Ai krijoi ushtrinë tonë, krijoi hekurudhat, solli elektricitetin, pavarësisht se u bë shumë i ashpër me disa tradhtar të vendit tonë që e meritonin të ishin në kampet e përqendrimit. Pra pakicat kombëtare ai aty ka futur dhe mirë ka bërë, që ishin anti-shqiptar. Megjithatë, ka qenë figurë e ashpër, por për atë që bëri për Shqipërinë që e shpëtoi nga rreziku grek, duhet vendosur busti i tij në të gjitha qytetet e vendit, sidomos në Sarand, Korçë, në Devol, në Himar, duhet vendosur busti i Enver Hoxhës dhe jo busti i babait të kryeministit grek, siç bëri kryeministi ynë. Pra urgjentisht duhet hequr busti i babait të kryeministit grek dhe të vendoset busti i Enver Hoxhës, që i mposhti grekët. Dhe ata pra kërkojnë të shkatrojnë Shqipërinë në 19 gusht, sepse është dita e turpit për ta. Tani këtë ju nuk e dini, siç nuk e dini që Miras do thot Bozhigrad, nuk e dini që do thot Deapolis,
nuk e dini që në gjuhën shqipe bashkëtingëllorët e zëshme bëhen të pazëshme dhe anasjelltas, nuk ka ndryshim, për shembull zog, zog. Gjuha shqipe nuk bën dallim midis bashkëtingëllorëve të zëshme dhe të pazëshme. Pra, ishin pikërisht vendasit intigjen që e ndryshuan Deapolis në Deabolis, sepse s'kuptonin greqisht, kjo tregon që ishin aty shqiptar kur erdhën normanët, dhe kjo është origjina e fjalës devol, pra b-ja kthehet v në gjuhën greke në shekullin e 10-11, pikërisht kur futën normanët. Pra ka qenë Deapolis, u bë nga shqiptar Deabolis, dhe prandej u shqiptua me v nga grekët fqinj dhe u bë Devolis, ose Devoli në Shqip. Ky është një zbulim i jashtëzakonshëm, dhe unë tani do ju tregoj juve pikërisht se si e gjeta. Është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, padyshim se bën të dot njeriu. Tani kjo është inteligjenca kompjuterike kineze më e mira në botë. Ky është varianti grek i dokumentave të Bizantit që kam gjetur unë për Theopolis, dhe ky është përkthim në shqip, që Theopolis ishte qyteti më i madh i lindjes, i perandorisë romake të lindjes, i cili u quajt kështu nga Justiniani në vend të Antiokis pas tërmetit. Banori ose qytetari quheshte Theopolites. Ka edhe në një Egjipt një qytet të tillë, Theopolis, qyteti i Perëndis, edhe atje banori quheshte Theopolites, në të njëjtën mënyrë. Pra, ky qytet është ngritur nga Justiniani i parë pas një tërmeti shkatrues në vitin 526 të erës sonë. Është qyteti që u pushtua nga normanët, të cilët shkuan gjoja për të çliruar Jeruzalemin, por në fakt i ngulën Bizantit thikën mbas shpine dhe çliruan Antiokun, ngritën atje Theopolis edhe një herë me emrin e lashtë të Dardanëve, por jo në shekullin e 6, në shekullin e 11, dhe ata gjithashtu krijojnë qytetin Deapolis si përfaqësues të këtij vendi të vogël, të kësaj principate në Antioki. E sollën këtë emër me vete, e sollën pikërisht në kufi me Bizantin, Deapolis ose Devoli i sotëm. Kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore. Kjo që ka ndodhur është e frikshme. Është kaq e saktë, kaq e tmerrshme, një zbulim kaq madhështor se bën të dot njëri, është bërë me ndihmën e kompjuterave. Nuk ka qenë një njerëzore që ta bëjë këtë zbulim. Pra, siç e shikoni, këtu është varianti origjinal. E merrni me mend. Përse nuk e bëri këtë zbulim Jokli? Sepse në periudhën kur jetoi Jokli nuk kishte kompjutera, prandaj nuk e bënte dot njeriu. Duhet të shfrytzuar kaq shumë dokumente sa që inteligjenca kompjuterike ka deklaruar që për të zbuluar ky fakt do duheshin 622 vjet. Kaq shumë materiale ka, domethënë nuk e bënte dot njeriu. Edhe po ta dinte se ku ishte nuk e gjente dot. Këtu jemi tek Wikipedia dhe kemi Deabolis, është pikërisht marrëveshja ku nënshkrua nga Bohemondi i parë që vinte nga Principata Antiokut, që quheshte Theopolis, por në Wikipedia kjo nuk shkruhet. Pra nuk është bërë ky zbulim nga askush përpara meje. Madje autorët francezë kanë deklaruar që emri Devol vjen nga një gjuhë kelte. Do ta shikoni këtë film, e kam bërë më herët, 2 vjet më parë. Dhe as ma merrte mendjen botë që Deapolis do të thonte pikërisht qyteti i Perëndis. Dea i thon Perëndis. Tani do t'rregoj se ku është. Tani këtu jemi në fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë, dhe siç e shikoni, po të dini greqisht, Thea i thon Perëndis, Dea është në gjuhën e Pellazgëve, është dhe në gjuhën e Mesapëve. Është zbulimi im, do ta shikoni në një film tjetër, e kam gjetur papritur. Dea ose Deva, Damatura është perëndia Demeter, perëndia tokës, perëndia dheut. O Zot, çfarë zbulimi i madh. Askush do e kishte bërë këtë zbulim. Pra si u bë ky zbulim madhështor? Duhet të ndodhnin demonstratat, protestat, shqetësimi im për Shqipërinë dhe shqiptarët, frika se mos përsëritet 97, shqetësimi im
kur lindi ky problem, përse është kaq i rëndësishëm 2 gushti dhe 19 gushti për kalendarin grek, fakti që ata u thyen nga ushtria çlimtare e Enver Hoxhës, dhe pastaj ku ndodhi ky konflikt në Bozhigrad, ç'kuptim ka kjo fjalë në gjuhën serbe, si përkthehet kjo në gjuhën e Bizantit, si ndodhi ndryshimi i bashkëtingëllorëve të pazëshme në të zëshme, Deapolis në Deabolis, dhe përse quhet ky qytet kështu, është pikërisht i njëjti qytet në Antiok, pra Theopolis, dhe pikërisht në Deabolis ose në Teapolis është bërë marrëveshja midis normanëve që erdhën nga Antioku ose Theopolis, qyteti i Zotit, dhe nënshkruan marrëveshjen e armëpushimit me Bizantin në Deabolis. A nuk është kjo madhështore? Nuk do ishte gjetur kurrë. Kur nuk e gjetën këtë autorët francezë dhe thonë që vjen nga gjuha kelte, kjo është përtej çdo lloj imagjinate njerëzore. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Është zbulimi më i jashtëzakonshëm që nuk do kishte ndodhur kurrë, sikur mos më kishte rënë ndërmend konflikti i tmerrshëm midis grekërve dhe shqiptarëve që e fituam ne. Unë dua që ne ta fitojmë çdo konflikt me grekët, prandaj po i bëj këta filma.